Mirë mbrëma, mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra këtu në televizionin Dugaxhini që transmetohet çdo të hënë, të martë, të mërkurë dhe të ajtë ora 20:00 dhe me ritransmetim ditën e shtunë që shkon emisioni si tërësi. Mysafir në këtë javë e kemi Vanesën, e cila ka qenë pjesëmarrëse tek reality show Ferma VIP në Shqipëri. Mirë se vje Vanesa dhe Sante, Bora, Merlinda edhe Ylli. Na po marrim panelistët të re. Edhe për Vanesën. Për morëm panelistët. Spelshojna më vëlla, se po na pëlqen. Realisht ja ka nisë edhe me bashkëpunu në Kosovë. Të re, Prishtina më pëlqen? Në rregull jena. Vetëm Prishtina apo Kosova? Më falë? Vetëm Prishtina apo Kosova? Në Prishtinë kam qenë vetëm, duhet ta vizitoj. Kështu cila vegla ju bje muzikore? Se para cila po të pysë shumë seriozisht se kjo po mendoj që po tallen. A i bjen gitarës? Po, kitare, piano. Edhe pianos. Po. Sponsorat. Falenderoj sponsorat, tani kam e vetë pse ka harru kjo atë senin gitarën, se ka pos me morë me vetë. Edhe me na këndu. Po. Okej. Vazhdojna me falenderimet për sponsorat, falenderit shumë për ujin Miraz, për parfumerin Piano, falenderime shkojnë edhe për Automitën, lagjen Washington të në Prishtinë, edhe për Vona Real Estate, shumë falenderit që jeni me neve. Tash vazhdojmë? Vazhdojnë atë puthja i në mbet në misionin e kalumë. Njëherë, pse ka harru kjo me marë kitaren, se ka pas me na kënu qika. Bravo. Po në këndoj dhe pa kitarë. A po na këndon pak pa kitaren. Veç dy vargje këne. Që na ta mojnë ritme që së pak. A ta këndoj këtë këngën që po bëjmë Adionin? Po. Hajde. Shkojmë. Të marim vesh publiku që e du botë të Po e këtë di se e kemi bërë brenda në ferm këngën. Hajde. Po, e kemi bërë këngën ferm, thjesht po regjistrojmë. Hajde. Okej, ky është refreni. Amore, zemrën tim amore, amore, me një shikim një përqafim. Jo, amore, drejton si kur sole, amore, me një shikim një përqafim. Ta marrë shumë përqafime t'i ka marrë. A du pëse më pëlqeu Vanesa. Ani një përqafime dhe t'i ka marrë shumë përqafime. Që kja ka me bo dikush qësh mike. Jo, me të vërtet një zë shumë e ndëllor, Faleminderit shumë. Të përgëzoj tepër mirë. Suksese në këngën e Vazhdojmë re. me pyetjen, suksese. Faleminderit. Munësh, Vanesa, po para se më shku të puthja. Puthjen e dhasë që anime për puthje. Okej. Cili personazh realisht të ka pëlqyer aty brenda mas shumë te? Me cilët kam pasur unë marrëdhënie Jo, më të s'ko mirë? lidhje. Një i cili ka pëlqyer vetëm ty, vetëm një. Jo që ke pas shoqni, po Si që ka pëlqyer vetëm loja e personazh, ti. si karakter. Po themi nga ana e lojës, Po, strategjisë. nga ana e lojës, po. Ka disa Që nuk e lojtarë. ki shoqni, që nuk e ki shoqni. Do Okej. s'ko lidhje. Ka Po e disa- ki s'ka lidhje, po cilën e ki të preferuar. Unë dua ta di ato që nuk e ke shoqni. Mirë, ka disa lojtarë, se unë s'mund të them veç një. Një thuje që nuk e ki. Mundem se ka disa. Endrin po e dim. Po ti Shoqni që nuk po e du që ki raport cilëson që mirë është ma i aftë në fakt në lojë dhe që din me lu lojën ma mirë. Ka disa persona, nuk mund Okej, të them. thuj 3 persona. Okej, po i them disa. Hajde. Normalisht dihet moza përpos çdo gjë që njerëzit mund të thonë, nga ana personale mund të ketë probleme me shumë njerëz, por nga ana e lojës është lojtare e fortë. Sara është lojtare shumë e fortë, Iliri po ashtu është lojtar shumë i fortë. 3 emra. Okej, mirë. Faleminderit për këtë. Mirë, tani për këtë punën e asoj që ndodhe realisht dhe që u bon top temë, kjo puthja ndodhe vërtet që të erdhin nga brenda, vjen një moment kur ti the, okej, po më vjen apo ishte për punë të lojës? Puthja me Indrin. Se me dikon tjetër s'ke po puthje me sa e dim. Jo, thash mos po vazhdoni të njëjtën temë si... Jo. Jo. Jo, unë si që thash nuk hyra as për të bërë lojë, as për të bërë strategji. Kemi pasur që në fillim një shkëndi, unë me Indrin, edhe unë isha e sinqertë në çdo gjë që kam bërë për gjatë rrugtimit tim aty,
Nuk kam pasur diçka skenar të shkruar ose një Të të pës indicje. diçka rreth fillimit që kemi pasur shkendim. Në fillim, për një publiku, në fakt, është dok që Indri ka pas një shkendim me Olën, edhe Ola me Indrin. A e ki vrejti këtë Ola me gjë? Indrin, jo. Apo qështu ka dokur ty? Apo thjesht ka qenë një perceptim i gabuar nga ana jone? Edhe më falë, veç ti pash kanë gjitë në pyte saj. Olle si ka thonë që unë e fmin, djalin tim e kam të moshës sate. Për këtë arsye nuk mëj me të pa si diçka ma shumë. Se ka të Vetëm pak, jo, mandej ty të ka thonë që i ka 4 vjetë ose 5 Po, 4 vjetë që i ka Do më thonë, tash po du me ditë që edhe djali është moshë madhore apo moshë? Jo, shumë është 4 vjetë, është i vogël. Janë ndrove. Madje ditëlindjen e ka pas kur Indri ka qenë në 2 maj, 4 maj, diçka e tillë se e kanë afër, që atë kohës që Okej, Indri ka qenë të pjesë. është dokur ty që Indri edhe Ola kanë pas shkendim fillim? Unë nuk e kam vënë re diçka të tillë brenda, e kam parë normalisht jashtë në rrjetet sociale që janë postuar gjëra të këtij lloji. Nga brenda unë se kam vënë re, po në ditët e para aty është një lloj lëmshi aq i madh, saqë varet edhe me në cilët persona janë në dhomë, sepse kemi pas shumë fiks, edhe një gjë të tillë unë se kisha vënë re. Okej. Jo. Ti si ke perceptu dhe si ke marrë në fakt Indrin që ta ka shpreh dashurin, a ka qenë reale nga ana e tij apo ma shumë për loje ka bo? Kjo është, siç e thash aty brenda, unë çdo gjë e kam bërë në mënyrë të sinqertë. Çfarë kam thënë, e kam thënë ashtu siç e kam menduar. Si e ke po? Për sa i përket Indrit, gjëra do shifen. Pas daljes nga jashtë. Gjëra do shifen, po. Sepse kjo nuk e njeh nga jashtë si person dhe kjo mendon që edhe ai të njëjtën gjëja ka thonë që kjo ka thonë. Edhe pse... Ama yll, nuk është ka qenë i njëjti përderisa kjo realisht është mundu çdo herë me shpreha dashurinë shumë reale ndaj tij, ndërsa Indri nuk është se sa herë, domethënë gjatë pjesës të reality show e ka deklaruar që Jo, gabime ke bo, jo ma shtregoj ku ke bo presion, vetëm pak. Shumë gabim, se kjo ka lind jashtë. Ka dhënë presion, jo vetëm pak, ka dhënë presion. Ka ardhur nga një kulturë angleze. Vetëm pa tash mos ta gjykojmë vetëm Indrin, po unë gjykojna. Unë du ta gjykoj edhe pak këto, se kjo në disa raste ka shumë dhimbshuri. Në këtë rast, për shembull ti çuçi ke ndje veten edhe a e ke pa me të njëjtin sy që ketë okay, është lidhja në rregull është dhe me vazhdu. Apo ndoshta me momente ka ndodhur që thjesht ka shku nerva dhe ke thonë pse ku mbu këtë gjest edhe atë ndërprej këtë lidhje. Jo, unë personalisht për gjërat që bëj nuk pendohem, sepse i bëj me ndjenjë, i bëj në mënyrë shumë reale. Po tash ai e pendu në fakt. Jo, nuk mund të pendohem për diçka që e kam bërë në mënyrë të sinqertë, absolutisht. Për sa i përket ndjesive të Indrit, unë tashmë njësoj si nuk mundem unë të flas në mënyrë eksakte, sepse ajo është diçka që i përket atij, e ka deklaruar që ka shkruar një letër. Në momentin që shkruhet dhe unë e marr atë letër, mendoj që gjërat do të sqarohen më tepër. Po presion nuk po thon vazhdim e tutje. I ke ku i ka bo presion? Pika të shkurta, Sa pika të shkurta kur keni qenë tek shtrati. Ai ishte shumë keq edhe ti e kuptoje, po kënej dojshëm u largu nga ai. Në cilin moment? Nuk më kujtohet cili rast mu, nuk më kujtohet tamam exactly cili rast, veç se e di, mandej ai thatë, po ti jetu maj, tha ofër vetit, po edhe jetu më largu, tha nga njerë, që kjo fjallë më kujtohet, që ka thonë Indri. Edhe to, para disa javësh, apo? Jo, ishte në fillimet e parë, kur e bot putin jashtë aty tek ofër fakirit, që bot putin tek vallëzime. Jo, masi që keni vazhdu tek shtëpia o kona ajo që ndodhi. Në disa raste edhe ti je pa nga jashtë, s'po them që ka qenë ashtu dhe exactly, po edhe ti ke qenë të rriqe mëse put nga njëherë. Nga njëherë, pse? Sepse kënej u afrojshë me ta, u ndishe shumë mirë, si shishe që ajo është ka dënë distancë pak ndaj teje, u tërheqë. Nuk e kuptojshë në fillim. Ma ndej mu më ka pëlqy shumë se e ke këthy në anën tjetër që e ke kuptu kur dojke më largu a nga ti, ose ti Jo, po një më të e thonë që e më ndu dhe kaq. Do shta është dukur kështu, sepse në fillim unë kisha të nevojshme ta sqaroja situatën time jashtë, që e kisha marrë me mënd çdo gjë ishte bërë shumë konfuzuese. Nuk e di pse kanë dalë në për portale që Vanessa ka qenë e fejuar, kur unë nuk kam qenë e fejuar asnjëherë. Isha në një marrëdhënie shumë të komplikuar, e cila ishte drejt përfundimit, mos të them që ishte në përfundim. Veç ti e përmendë vjerën diçka, se po, kjo është edhe gjëja tjetër që dua ta sqaroj, nuk e kam përmendur kur si vjerë.
kam thënë mami i këtij personi, nuk do të thotë që gjëja ishte... Edhe mandej ka pasur plus publiku, mandej me aludu që... Nuk ka... Ke pas një raport super të mirë. Ama jo me e drejtën për me shënu një gjotë t'ilë që s'ka qenë në vërtet që ka qenë e fejuar. Absolutisht, as e fejuar dhe isha në një raport që ishte shumë i krisur, shumë problematik, si që thash, ishte jo gjatë drejt fundit, Ishte i përfundum apo jo drejt fundit? Ishte një raport që shpesh herë kishte pasur aq shumë dallg, jemi shkëputur, hyrja ime në fermë nuk do kishte ardhur, unë s'do kisha hyrë në fermë as pak, nëse isha në një situatë që isha e lumtur me atë... Fakti këtë pjesë në këtë tregu dhe para publikut ka dalë... Jo, s'mund të me i tregu gjitha gjo. Jo, s'mund të me i tregu. Po mënyrën që u shpreh kjo, okej, unë pelo këtë lidhje dhe në rregull dhe të vazhdoj. Jo, se ka bëu kështu. Ndoshta nuk e kam shprehur në detaje. Kjo nuk e kam shprehur në po. mënyrën e duhur dhe në detaje se si ka ndodhur dhe ka ndodhur. Kjo ka mujt me thonë në kjo me përfshime me atë person, jemi drejt fundit. Po gabimi i Vanesës. Po tjerët e kanë keq kuptuar. Po tjerët e kanë pa me gabimi i saj, nëse s'gaboj, është kur ti e ke pa një klip në aty në Prime. Klipi unë i parë. Po, edhe tha, ua, sa bukur pas kemi dalë, edhe mandej aty tha, nuk dua ta bëj as personin jashtë më ndikeq, por as këto mrenda. Edhe do më thonë këtu, do më thonë, e rave pak në kompoz me vetën tonë, sepse të kishe vepru tepër mirë dhe me që më këtu. Më thonë që më vjen keq, kjo ka qenë situata me atë person, por jo që ti vendose me spraj me pelon atë person jashtë. Kjo thjesht ka vepru qëshe ka ndje, nga dhe kënë vështrime. Po nuk ishte mënyra e dur, Vanesa, besoj. Unë disa ditë më përpara, që mund të them ditën e 5 ose të 6, kam komunikuar shpesh herë aty brenda me disa persona në lidhje me ndjesitë e mia dhe kam dashur që të largohem nga ferma plotësisht. Kam qenë gjendje shumë të rënduar për këtë arsye sepse nuk ka një mënyrë të bukur për ta realizuar këtë gjë gjatë kohës që ti je në izolim. Gjithmonë do jesh gabim. Me çfarë do lloj rrugëzgjidhjeje ti gjesh, do të jesh në gabim. Unë doja që vendimi im të vinte sa më herët, jo vonë, sepse nëse e kisha lënë situatën 2 muaj, nuk do t'ishte as pak e bukur, tërhiqem ose këput. Unë mora një vendim, në ditën që unë kam parë atë klipin ton të bukur në Prime, kam parë veten time se si po më shkëlqenin sytë. Dhe pash një anë të vetësime... A shkëlqim edhe nga mbrëndësia jote, a vetëm në televizion aty? Jo, unë atë gjë e kam djerë edhe kam diskutuar. Kjo është dhe arsyeja pse unë përfundova te Fakiri, sepse flisja pa mikrofon lidhur me këtë çështje, sepse isha në dilemë, s'dija çfarë të bëja, si të veproja, situata, siç e thash, nëse unë e lija lojën, nëse unë largohesha prej fermës, po prap përfundimi do të ishte i njëjtë, unë do të mbyllja raportin jashtë. Cila është përgjigjja jote sot që ja jep Endrit ndaj asaj që ai thotë unë nuk dua të kem fëmijë me një grua tjetër ose një vajzë, kur ai vetë ka deklaruar që është i dashuruar në ty. Cila është përgjigja që i jep ti atij personit, sepse nuk i ke kthy diçka përgjigje të tillë, edhe ke lënë të kalu këtë pjesë. Sepse padyshim që në fund ditës sado që e do një person, edhe nëse ti ke fëmijë me dikon tjetër, duhet me pas edhe ai personi tjetër që ka marrë jetën e tij, në këtë rast që jetë. Edhe mendon që do të zgjasë kjo lidhje mbas daljes në Big Brother? Big Brother. Unë e kam thënë edhe në fermë që një nga gjërat që unë dua më së tepërmi është që ta kem një fëmijë, ja kam shprehur këtë gjë dhe Indrit. Janë gjëra shumë mendoj private, janë gjëra shumë private që mendoj do shifen dhe do diskutohen jashtë mes meje dhe ti. A kisha akceptuar një gjatë e tillë ti? A do ta kisha, më fal? Akceptuar një gjatë e tillë. Që të mos kishe fëmijë me të. Kisha fëmijë. Siç thotë Indri. Siç e kam thënë që është diçka që unë e dua, edhe nuk mundem të them... Po, pse martohet njeri veç për fëmijë, se për ndryshës... Por që besoj që edhe ti ke kuptuar për çfarë arsye ka thonë ai. Po, desha në... është diçka që ngelet për të diskutuar jashtë mes meje dhe ti, sepse në prezencën e kamerave është goxha vështirë të futesh në tema të tilla kaq delikate, sepse nuk duhet haruar që edhe situata e tij është e tillë që e ka një fëmijë dhe e ka nënën e fëmijës jashtë i shef të gjitha, ndaj po them është situata goxha delikate. Atëherë rishihemi nesër ora 20:00, natën e mirë shqiptar, ku do qeni.